Përshëndetje të nderuar miq të Radio Televizionit 21. Në këtë takim të pasdites sot flasim me tekst të veçantë për një ngjarje që në fakt është komentuar shumë këto ditë të fundit e që ndërlidhet me procesin që është duke ndodhur në gjykatën speciale në Hag, atje ku po gjykohen krerët e ushtrisë shërbimtare të Kosovës. Janë një mori dëshmish të cilat janë dërguar në Hag, ca në baza vullnetare, ca në mënyrë institucionale, e të cilat një pjesë e tyre e konsiderueshme janë refuzuar, nëse mund të themi kështu, nga gjykata speciale e Hagës. Një pjesë e këtyre që janë refuzuar janë edhe dëshmi të cilat gjatë periudhës së luftës dhe pas luftës i ka arkivuar për vite të tëra arkivisti Esat Shala. Ai sot në takimin tonë të pasdites do të na flas pikërisht për këtë, nëse mund të themi, anulim ose ndalim të dëshmive të tij që të paraqiten para trupit gjykues në Hag. Esat, faleminderit shumë për kohën që po ndani sot për ne. Atëherë, cila është, nëse mund të themi, përgjigja që keni marrë sa i përket dëshmive që keni dërguar në Hag? Kujtoj nga intervistat e kaluara që kemi pasur, më keni treguar që keni dërguar materiale pafund të krimeve serbe që kanë ndodhur në Kosovë, të cilat janë të arkivuara me foto, video, janë të dokumentuara në mënyrën më të qartë mundshme, nëse do të bënim një krahasim me ato se si bëhet dokumentimi i dëshmive në ditët e sotme kudo në botë. Por që këto ditë është thënë që një pjesë e konsiderueshme e këtyre dëshmive në një farë mënyrë janë refuzuar, nuk janë pranuar nga gjykata e Hagës. Si qëndron e vërteta, çfarë është thënë? Po bashkë me profesorin Stret Plona, kena dërgu nëpërmjet avokatit Tashim Thaçit, me mira, jo qindër, po mira dëshmi, nëpërmjet avokatit personal Tashim Thaçit, po tash kohën e fundit e kena kuptuar që dëshmitë tona, domethënë janë refuzuar. Edhe nuk pa pranën, domethënë prokuroria speciale me i publiku. Cila është arsyeja që është dhënë për këtë refuzim, nëse mund të themi kështu? Po, nëse publikohen atë dëshmi, normal ata prokurorë do të më shkuën në burg, sepse janë dëshmi shumë të forta edhe të fuqishme që janë bën vend ngjarjes, masakra, përmi 300 masakra që kanë ndodhur në Kosovë. Edhe atë dëshmi kena quna me pamjet që kanë matronat, që me ka një shtyllë, një bazë shumë e fortë, shumë e fuqishme, që njerëzit që po akuzohen aty për krime supozuara mu shpalt pa fajshëm edhe mu dënu ata njerëz që kanë bën atë krime. Po për fat keq, ende kjo nuk po ndodh në shtetin tonë, me siguri nuk jemi të fuqishëm si popull apo si shtet. Besoj që ja kena kthy shpinën atyre që janë Hog, por atyre dëshmive cilat i knaqun atje, o cilat sot i posedojmë. Thoni që në pjesë të përgjithësive të kësaj, në këtë vendim mund të ketë edhe vetë shteti? Shteti ju? Po, në përgjithësi shtetit, dhe më prej mas luftës, ju vësët, po nuk u marrë asnjëherë me krimet që kanë ndodhur në Kosovë. Dhe më çdoherë i kanë injoru krimet që kanë ndodhur në Kosovë, gjitha qeverit, prej natën namës deri më sot, edhe besoj që na ka dënuar, po na ka mallku gjaku i atyre njerëzve që u derdhë për këtë liri. Kujtoj nga bisedat që kemi pasur më parë, ju në fakt keni qenë njëri prej dëshmitarëve të palës mbrojtëse që do të dëshmonit në Hag. Çfarë ndodhi më tej? Po presëm me shku me dëshmuar, nëse është ende mundësia që ju të shkoni dhe dëshmoni atje, apo ka ndonjë ndryshim edhe në këtë aspekt? Bazë informata, mundësit janë shumë të mëdha me shku me dëshmuar, po pak a shumë jam ftuar për shkak që nuk i kam publiku. Të vit dhe të latë kam pas mi publiku në mon këtë vit prej një shtatorit. Dhe një farë mënyrë në dëshpru. Unë dhe profesorin një Stret Plona dhe të shumë, nëse vetë unë kam me konë dëshmitar atje, unë besaj që kam i shfaq gjitha aty masakra që kanë ndodhur në Kosovë, që janë pamjet matronat. Pra, ju jeni ftuar nga avokati ish presidentit Thaçi, apo jo? Jo, jam taku me avokatin e presidentit Tashim Thaçi 3 herë, së bashku me një Stret Plonën, edhe bashkëpunoj me ta, e këna dhënë një pjesë të madhe të materialeve, një kopje, të cilat këna mojtë të mëtë dhe këna posë shpresë se do të publikohen në këtë vit prej shtatorit. Keni pasur një përgjigje konkrete pse po ndodh ky lloj refuzimi, pse po ndalohet publikimi i këtyre videove në kuadër të tretë gjykimi, nuk keni marrë diçka konkrete përveç atij lajmit që pam, që ndërlidhet kryesisht me dëshmitarët dhe dëshmitë e Jakub Krasniqit. Ka ndonjë informacion tjetër? Unë kam qenë dëshmi për Jakub Krasniqin, do më për me mbrojtje Jakub Krasniqin.
edhe jo veç për ato, për gjithë këmë që dëshmi në bas njerëzve tyre që e ko të autorizun për mi që të dëshmi, dhe mo që janë konë favor tyne, edhe në konë dëshmi të shumë të fuqishme, dhe mo masakra që ka ndohë në Kosovë, edhe që asë të ata mos me vujtë këtë dënim në padrejtësisht, dhe mo më shpallë pa fajshëm. E nonën tjetër mu dënu më ata njerëz. Ata sërbë që i kam bo këtë krime, që për fatë keq dhe mo është shumë qesharake, mu akuzu ushtria shlimtore Kosovës për krime supozuara, mos mu dënu shteti sërbë për atë krime cilat i kam bo. Dhe mo prej vitit 1824, 1999, i kemë mbi 480.000 shqiptari kemë në vronë, dhe me milione kemë dëbun për këti vene. E satë, në kuadrë të kësaj dëshmije që do të bëhet, po përshpresojmë që do të ndodhë në Hagë, është e saktuar, në qëfar pjesë më shumë do të fokusoni, qëfar do dëshmoni, për qëfar do të regoni, për këto inqizime, për këto video që keni mbledhur, apo ndoshta edhe për vetë luftën që e keni përjetu si një fëmi ose adoleshent në atë periudhë, mund t'jem edhe gabim me moshën. Po, ma shumë ko vlerë me dëshmu one për të merë që i kumë përjetu në luftë. Pikërisht. Edhe marën si ko dëshmija janë, për shambull se vetë inqizimi i ati vend, për shambull shotit tanë në Krejkovë. Po na normal këna përjetu shumë vujtje, dhimbje, vrasje, debime. Po, unë prap kisha dosht me publiku krimet cilat i kam bo vetë fortat sërbë. Në qëfar i fokusuar më shumë në këto video, inqizime dhe dëshmi që keni dërguar bashkë me profesorin Nustret? Qka konkretisht ka brenda atyre? Po është masakra e Kolicit që nuk u përman asë njëherë, është një bërë, është plët me thmi dhe më hokë që janë të masakruun, thmi shumë të vogël. është masakra familjes Bolaj që ka ndo nërmanisht periferit Prishtinës, është një familje komplet në një shtallë është e djegën me benzin që për fat keq dhe më honë nuk u përmen kur e kena Marecin për shambull, unë pa fokusurën që edhe ka Prishtina kënene më shumë se na e dim për shambull në Drenic që masakra ka pasë, po për këtë masakra së flitas një herë. Kanë vetur në Hares? Po masakra që o këtë tonë këtë buta din që kanë dohë na kena inqizimin bashkë në Vend Gjares, të filmune me kamerë në bi një orë, o masakra i Zbicës, që janë 127 civil, janë ditë bajrame dhe mos gjithë janë bastë pome, janë të prejnë me sopat. Masakra me e Zgjakovës, për fatë keq, nuk e kam filmimin në personalisht, edhe pse u buaj inqizim gjatë luftës. Po marona për masakra matrona, për masakra po klekit. Komunë Drenase që kanë do me një dhomë kanë të masakrona dikën me benzin mbi 53 civil, mesin e tyre 23.000, prej moshës 6 mujt dhe 14 vjeq. Po e përmi 300 masakra, së muna mi përmanë gjitha. E kuptoj, thjesht për me pas një pasqyre dhe shikuesi për shfarë po klasin. Pa tjetër, është një numër, e thatë, mija inqizime e dëshmi që keni dërguar. Si ju bënd të ndiheni juve personalisht, si një njëri që krejt jetën ja keni dediku mbledhjes së këtyre dëshmive të luftës, fakti që provat të cilat janë kaq konkrete, kaq reale, e për të cilat dihet edhe ndërkombëtarisht të mos pranohen nga një gjykat, siç është ajo e speciale, dhe në fakt provat që vijnë nga shteti serb, për cilat e dim që janë të manipuluara, të paketuara shumë bukur në kuptimin që din me i shit produktet e tyne, pranohen. Po, ta sërbë dina din kanë punu dhe çdo herë, edhe pse kanë bo masakra çdo herë, ta në Evropën bëhet kanë këshirë me mbetë dhe çdo herë viktima. Na e këna posë për shembull materialin, e këna posë bagazhin, e këna posë gjitha faktet, gjitha videot, po çdo herë dhe i këna shteti i ka njëru. Këtë krimi që ka bo shteti sërbë, një farë mënyrë, sigur na mja falët të krimi që i ka bo shteti sërbë ndaj popullit civil shqiptar pa fajshëm, dhe mu asë njerë, si ka shku menja me dal një politikan që u ta manë burë, edhe mu morë me këtë krime që ka ndohë në Kosovë, mu mra për shambull mu në hisë ke punë pa dasht heq, pa dashtën time. Se kom menu asë njerë që vide këtë ku jam, tash janë përmi 30.000 orë inqizime, 30 minuta janë shumë, janë 30.000 orë inqizime dhe me sëtë, që këna grumbullu
zboshku me profesorin e stret plana, po është e pafalshme qysh kam bet mbi 5300 kaseta ande në shiret që janë duke u kolbër. Edhe si interesan as kujna për më morë me digitalizimin e ty në pëse në... Vazhdoni njëjti njërim për cilin kemi folur muaj më parë, mos gabofsha në Po, këtë vetëm individit dhe ka ndimu Bërvel Salia e Belul Gashi, është një Gjakovës, ta mërgjimtar, edhe një pjesë përmi 2-3 milionin digitalizuar prej qerim Sinonit në baza vullnetare. E qartë. E sa, si pas mendimit tuaj, çfarë mesazhi dërgon një veprim i tillë i gjykatës në Hag për drejtësinë ndërkombëtare? Po ajo dënim që na ka dënuar neve gjykata speciale jo si individ, po si popull ose si shtet, se ata kanë dënuar domosdoshmë mos punën tyre tonë që nga qeshuri natën non kur ka përfunduar lufta, dhe në farë mënyre ata na kanë dënuar, po na kanë bërë vrejtje që i këna injoru këtë krimet që e mbo ndaj popullit civil shqiptar pafajshëm. Sepse pas përfundimit luftës, dikush do të mu dënu këtë, ose shqiptarët ose sërbët. Në këtë rast na jem të ju akuzu o të ju dënu pa faj, për shkak të mos punës prej natën non deri më sot, që se ka bon dhe më qeverit e kalune jenë kohë ma shumë, jenë kohë për mos me punu për këtë krime që ka ndohë në Kosovë. Dhe më jenë kohë ignoron të gjithë njoni, se cili. Edhe ta shpivujna pasojat. Për dika në është mirë që në ta në hogë, për dika nuk keq, po në përgjësiju shumë keq, sepse këtë pa akuzotë, pa gjykotë, pa dënohet ushtria shlimtare ju individi. Pikërisht. Si ju bënd të ndjeni ky fakt, sa ju keni motrën që keni humbur në luftë, keni pasur vllahun ushtar, keni qenë një lloj ushtari në fakt edhe vetë, donë se shumë i ri në moshë. Po, kena qena pjesë e luftës së cilë që ka jetu në Kosovë, dhe mo tash, dika në ka prejkë ma shumë, dika në ma pak, po kush ka qenë dhe mo në Kosovë, ka pos vujtje, ka pos debime, pa dashje, ka pos dhunime shumë, që pak ka din përmenën, se për vrasje masakra din. Po na këna prit ma shumë për më bon për këtë krimit cilë të këna dërzu në Hagë. Po për fatë keq, i njërum ta. Çfarë do duhet të bënte shteti në këtë rast? Institucionet e Kosovës ka shi një kundërshtimi kaq të prerë, të hapur, që ju mbledhni sa të dani, keni fakte dhe dëshmi shumë reale, po që na s'po dojmë i pranu. Po, dhe po më besaj që shteti, saj për këtë krime dhe sërbë që ka ndohë në Kosovë, shteti janë dhe është në koma, sa të din këta në përgjësi, ju vështë ta qenë pushtet, se këta qenë pushtet, këta dhe mo kanë bo ma shumë se qeverit e kalune që kanë punu për krime sërbë që ka ndohë në Kosovë. Kur tani kanë bo më shumë, qëfar më nuk Është themelu për shembull Instituti i Krimeve të Luftës, ka materiale shumë në të institut, kanë qenë njerëz. Unë personalisht kam qenë mbi 8.000 orë në punën e Institutit të Krimeve të Luftës. Po, nuk jam i kënaqur sepse nuk mi kanë përmbushur atë qëllimit, atë dëshirat e mia, cilat u dosh mi plotsu, jo me më për shembull 404 euro rrogë në mujt qesharake, edhe me mbetun i mbyllën edhe ju aktiv në atë institut. Në qartë. Do të më bëmë kjerën, mi bëmë 3-4 vetë me kamera, me mikrofona, edhe me dojnë në teren, me grumbullu inqizimi ande. Sepse besimi është të une, dhe të në stret plana, ju të shteti. Njerëzit kanë kriju besim të kjo. Se mu pëmbin inqizimi në stretit ju, për shembull, edhe shtetit, për shkak që kanë fitu besimin teren. Vazhdoni me marrë ende inqizime edhe kaq vjetë pas luftës? Po, tonë kujnë jem teren, personalisht. Teren thirë njerëz shumë, më mëllon video, inqizime, tash kam me shku në Ferizaj, kam 110 kaseta, dhe më inqizime autentike, kam me shku në Kaçanik, me marrë një masakret Sogovës, mos gabufsha se pa harrej, se publiku kore dhe nuk o full për atë masakras njerë, po kam kërkesa shumë për njerëzve, dhe në fata video më mëllon shumë. Unë është dhere i thamë pëse për më thirë mua, dhe në është adresa, së një jam pjesë institutit, Institut Krimeve të Luftës, pëse për më thirë edhe në mu. Shko dërzaj tjela për hikë një borë për i vetit. Po tani po të më botë e lasha, dhe më marrë me digitalizu, po shumë vështirë me digitalizu. Është edhe një proces i kushtu, është ora, një kaseti ko 3 orë, 4 orë, dhe më kushtojnë 50 herë, 60 herë. Njerëz lypin inqizime, foto, video, me bo filma, me bo dokumentar, nuk interesan as kujt, a e kom digitalizu, në qysh pi digitalizoja, në ka mundësi, s'ka ma. Gjithë unë jam
në shërbim dëmo gjitha televizioneve, gjitha medjave, dhe gjithë popullë dëmo pas një cent heqë, edhe gjithë televizion që më ka thirë me bashkëpunu, edhe i këmë që dëmo në qizime, pa ku farë kushti, po këmë bashkëpunu me ta, dhe bashkëpunu janë, edhe nuk jam pishman asë njerë. Në fakt, është një punë e përbashkë të cilët duhet ta bëjmë edhe të vazhdojmë edhe më tej, sepse po flasim po jam i knasht shumën e që kam shumë raportet mira me gjitha televizionet e Kosovës, dëmo, bashkëpunej me ta, pa ku farë kushti, pas një cent heqë, dhe në kukon gjendje, as i televizion dhe i sët një kofa më masit, prej mas luftës. E kemi pi bash javën e kalume. Këtë drejt në këtë që po thani. Më intereson të di, të kthehemi për temën për cilën në fakt kemi thirrur sot sa i përket refuzimit të dëshmive që keni dërguar në Hag. A mendoni që këto video do të ndikonin drejt për drejt në një ndërgjegjësim edhe vetëdijsim të krejt popujve të botës për krimet e luftës në Kosovë, nëse veç do të publikoheshin, nëse veç do të prezantoheshin? Po, Serbë janë të dhe ma shumë pare, janë të prokurorëve të në Hagë, janë të me miliona në gjithë ditë. E na e kemi bugjetin shumë të vogël, dhe me thonë për mi publikua të video në gjikotën speciale. Pra duhet investim nga ana? Sepse ta shti pare dhe ma pa full vetë, nëse jebë 100 milion, shkit pilojnë, 500 milion, ose 1.000 milion pilojnë. 2 fishin të pak. Po, ose 10 fishin, dhe me thonë për mi bloku këtu inqizime. Sepse kjo është ndamë e shtetit sërbë, nuk është ndamë të atyne prokurorëve të mranës janë, po na do të me bo që mas jem me u publiku atë, po nëse publikuar normal do të mu arrestu dikosh, jo dikosh për shumica që punojnë në gjykatën speciale, do të mu arrestu jo pëse si kanë publiku atë video, po për shkak që i kanë bloku deri me sëtë për mos mu publiku, për shkak që janë korruptu, dhe me thonë që kanë hongër miliona. A mendoni që në të ardhmen mund të ndryshoj ky vendimi i gjykatës? Në vartë sa kem lek, na si shtetë. Sepse nëse ki pare, kanë më publiku, nëse s'ki pare, të s'kanë më publiku. Keni sigur në këtë që përthani? Nuk i marrën, po aty pare do të mi marrë ata prokurorë që janë, kam informacione që Serbë janë të dhënë shumë të investu në gjykatë speciale edhe rëst. Për shkak që mu bloku këtë inqizime, mos mu publiku, sepse është shanca fundit që mu dënu shteti Serbë pas luftës në Bosnjë, në Kroaci dhe në Kosovë. E qarë. Ke ngritur shumë pikpyetje dhe dilema me këtë përgjigje tënde. Unë do doja që ta përmbyllim bisedën me ato që e thatë, do t'jeni këtë ditë në Ferizaj, që nuk kuptojnë që përkundër asaj që nuk keni pasur një përkrahje institucionale, përveç faktit që jeni si një lloj. Po, s'pa ka mos mbrojtje në një farë mënyre disa individ në shtetë që punojnë dhe mu më pengujnë. Ko individ në shtetë për shembull që janë instalu pas përfundimit luftës, që janë kohë bashkëpunëtor shtetit Serbë. Kanë shqiptar që bashkëpunojnë me Serbinë dhe janë pjesë e institucioneve? Që janë prokurori që punojnë kohë Serbë shumë, që çdo herë mu pengojnë dhe mu në teren, kur dalë. Keni rast konkret? Po, ka raste, në bas njerëzve, në bas fjallëve, në bas raste që shkajnë policia, në pali, kjo punë. Çfarë thonë policia? Mu pengoj, se që për shambull rasti për shambull i masakrës Treqakët, për shambull tonë din që ka masakra. Sigurisht, është e dëshmuar vëtrisht. Ne është e dëshmuar, po ta është të në Hagti, së unë është me thonë masakra, po këpëtan. Sepse gjithë janë dëshmurë. Këta dëshmurin bom me insistimin e instalimit të njerëzve që kanë qenë me nudë, apo në bia Serbë dhe mo gjatë luftës, edhe para luftës. Njëtë njerëz i ki një institucione që punojnë për qëtë punë, që kanë mu shmenjen atyre njerëzve që mi bon këta dëshmurë. Edhe ta është në gjykatën specialet i në Hagë, së në shmi thonë është masakra e Qakët për shambull, ose masakra Qirez Likoshan. Sepse ata, edhe nëse i kohë një thmi për shambull një javë, ata figurojnë dëshmurë. Edhe ty shteti Serbë ty pat mund për shambull me... është kjo një mos vedjesim i popullit për të tregu atë çfarë ka ndodhur realisht. Po dhe ja ka kojt familjarve, mi mor 450 rënd mujtë o ditën e mirë. Dhe më o thmin një javë të ka bo dëshmurë. Edhe i merë 450 rënd në gjithë mujë si dëshmurë. Dhe më pas në Hagë, ky fëmija nuk është fëmijë i vrarë ose i masakruar padrejtësisht, po një lloj luftëtari. Ajo është luftëtar, është me uniformë, do më ha me letra. Që të më problemit të nasim mas lufte i kanë langë të sane pa
i kanë lëva zgjon, i kanë lëva, nuk kanë menu në tarmen që ka me pas probleme, ka me pas të loshe, ka me pas në deshkim, e shumë sa në tjera. E për këtë arsye më mërmene që është shteti në koma ende dhe sëd, për krimet sërbe që ka ndonë në Kosovë. Jo më mra mu hi se, si thmi për shambull më morë me krimet sërbe, dhe një shtret planes, që 20 vjetë dhe më filmave zati morë me këshyrë, njëri bëndë bodala, le me këshyrë, tonë ditën për shambull masakra, mos më të morë prasysh kërkosh. Shumë e rëndë. Po që janë pishmanës një heratin, e shoh që e bëni më shumë për pushtim. me qefa me vullnet. Dhe për këtë arsye jam morë një urë më herët, se jam tullë që s'penzohen misionin. E vërtet e qmojmë shumë faktin që gjithmonë keni treguar gatishmëri që të bashkëpunani me ne. Po e përmbyllim këtë bisedë me shumë pikpyetje e dilema që na i dhat me këto përgjigje, me dëshirën që me ju pas prapë në emision, por edhe me ftesën që njerëz me vazhdoj dhe më tej me bashkëpunu me ju. Ju e thatë që janë institucionet gjetse, po fundit njerëz kanë besim tek ata tek se cilët shohin vepra konkrete. Normal. Të shumë që po nduhen të ardhmen. Nëse punojna, kemi pas punë më mirë, nëse punojna vetëm për interes, atër kam e luë çdo shtet me neve, apo çdo individ. Shumë e qartë kjo që po e thani. Faleminderit shumë e sa. Faleminderit për ju.